Kjo është një akuzë që nuk duhet që të ishte ngritur fare, dhe kur u ngrit, prokuroria humbi 3 mundësi për të analizuar më mirë qëndrimin e saj. Pra, ne parashtrojmë që prokuroria duhet ta kishte tërhequr këtë akuzë në një fazë shumë të hershme, por ajo nuk e bëri gjë të tillë. Në vend vendimit për të tërhequr këtë akuzë, thuajse 2 vite gjykimi, pavarësisht kësaj, prokuroria vazhdoi që t'i qëndronte qëndrimit të vet shprehjes false të pambështetur, që kjo është një pjesë e rëndësishme e akuzave të ngritura ndaj zotit Krasniqi. Emri i Jakub Krasniqit përdoret për ngjarje ose incidente ose pretendime ku Jakub Krasniqi nuk ka fare lidhje. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të vihet në dukje që qëndrimi i prokurorisë është që thjesht ta thotë emrin e zotit Krasniqi edhe po mbeti diçka le të mbes. Kjo nuk është asgjë tjetër se sa një përpjekje për të hedhur baltë mbi të akuzuarit dhe demonstron qasjen e prokurorisë mbi çështje. Një element tjetër i çuditshëm në dosjen e prokurorisë është se në mënyrë të vazhdueshme i mbyll syt përpara çdo prove që nuk i përshtatet narrativës së prokurorisë. Prokuroria as nuk e pranoi ekzistencën e provave shfaqësuese.